Tarifat reciproke të vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump për madhrat e importuara mes tyre edhe për Shqipërinë kanë nisur të japin efekt. Për vendin tonë është vendosur një tarifë e përgjithshme 10% mbi të gjitha eksportet drejt SBA-s. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, gjatë muajit të kaluar, eksportet shqiptare drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës u ulën me 30%, ndërsa në 4 muajt e parë të vitit rënja arri në 15%, duke zbritur nga 3.490 ton në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar në rreth 3.000 ton këtë vit. Rënja më e theksuar është regjistruar në muajin prill, kur edhe u vendosen tarifat reciproke nga SBA për Shqipërinë dhe shumë vende të tjera në botë. Referuar të dhënave zyrtare, ndikimin më të madh në këtë rënje kanë pasur grupet e materialeve metalike që përdoren në ndërtim, kryesisht gizë dhe çeliku, që përbënin gati 50% të totalit të madrave të eksportuara. Nga 465 tonë në prill të vitit 2024, eksportet e këtij grupi ranë në vetëm 2 tonë muajin e kaluar. Kjo tendencë rënëse ka nisur që në fillim të vitit, ku SBA aplikoi tarifa të larta për çelikun dhe aluminin, që vijnë kryesisht nga Kina, por që ndikuan edhe mbi vendet e tjera eksportuese, përfshirë Shqipërinë. Një ndikim më i vogël është vëritur edhe tek disa produkte bujqësore si zarzavatet, si edhe tek nënproduktet e qumshtit. Nga ana tjetër, pavarësisht rënjes së eksporteve drejt SBA-s, Shqipëria ka rritur eksportet e metaleve dhe produkteve të tjera me vendet e rajonit, veçanërisht me Greqinë, Maqedoninë e Veriut dhe Turqinë. Eksporti i gizës dhe çelikut është rritur në këto tregje, duke kompensuar pjesërisht humbjet në tregun amerikan.